është Kleja Zymeri, është vetëm 11 vjeç. Amo 11 vjeç i ka bot 18 videoklipe, 18 kong me videoklipe edhe krejt i ka viral. Është shumë viral që të kong bat gërle ka qitë tref, qëtash. Përshëndetje, sot jam vesh në stilin e Al Pacinos. Pse pikrisht në stilin e Al Pacinos? Po s'dibe diçka i kam një farë stile pak të veçantë, amo këto në Kosovë s'ta vlerësojnë shumë. Unë më pëlqej stilin italian pak adin. E tha që s'ta vlerësojnë stilin mirë, po pse? Po të thot dikush që nuk po vishesh bukur apo diçka? Jeve për më vesh bukur, sa në më thot kërkosh shumë bukur, sa në di që shka më vesh e qish më vesh, po si do që tjetë, te di që çdo artist në Kosovë bullizohet, sidomos në komente, në rrjete sociale. Unë shumicën e videove që i bajnë për rrjete sociale, i baj pak të baj gore, të lujt pep, a vedin, edhe komentoj negativ, po s'ka problem, respekt dhe për ata. Lullon, po du me të pyet në kohën e lirë kur je, dëgjon muzikë ose kë prej artistave kohëve të fundit po i dëgjon? Që po të relakson i muzikë? Unë zakonisht i ngoj muzikë të vjetra, i kam marak shumë vjetra, si popullore, si baloda, si të vjetra që janë para 15 vjetë, 20 vjetë. Se që tash në ditë sotit gjithë kosh u bo këngëtora, po kupton? Po në një që javlen me përkro, me promovu? Ka shumë artista, ka dhe njerës që javlen për mi mbështet, mi përkro. Kush është një prej tyre, veç një, sot? Vesh një është zakonisht ka dalë, une na për videoklipet këngëtarëv, kom dollë shumë, i kam një 50 videoklipet që kom dollë. Po një videoklip të fundit që kom dollë është një qike e Zvicrës, është Kleja Zymeri, është vetëm 11 vjeç. Amo 11 vjeç i ka bot 18 videoklipe, 18 kong me videoklipe edhe krejt i ka viral. Edhe tash ti... Ojza, 11 vjeçore 18 klipe. 11 vjet i ka 18 videoklip, 18 kong me videoklipe i ka qitë. Vesh që të mu i ka qitë 5 kong. Edhe une, si person publik, njifna me familjen e Kleja Zymerit. E përshëndesim. E përshëndesim i Zimin, babën e vetë, e kam shumë jarana dhe shumë njëri shumë i mirë, shumë i zoti. Kom dollë edhe në videoklip Kleja Zymerit, edhe i kanë hecë shumë kong të viral, edhe besoj që 11 vjet i ka, po ku t'i ban 7-18 vjet, ka me arrit shumë në atë pikun, ku taman si një artiste që më rinë. Do të thotë, si pas te edhe ti pasi që ke qenë videoklip të soj, po besoj që ke po diçka të veçantë edhe që duhet me shku, se e di që nuk shon çdo videoklip. Nuk shkoj më vorët, kam qef mi përkrau talentat e ri shumë. Se kom përkrau dhe shumë artistat që janë të mdoj, po si do që tjetë, jam të mirë veç me artistat të ri që janë. A mund është me na tregu ndonjë projekt Klejas këtu? Po, ka qitë një kongë qëtashti të rej. Kanali në YouTube ose kongën e fundit? Po në YouTube kongën e fundit më ta tregu qëtashti, që e ka bo. Hajde ta shohim. E ta shohin edhe gjitha audienca e emisionin 05. Është shumë viral që të kongë bat gërle ka qitë tref, qëtashti. Që kjo kongë është... Për me po ma gjatë audienca do t'a vendusim linkun në koment të kongës e gjejnë atë. Do me thonë, mujna mi a promovu kongë të sojna gradualisht, po si do që tjetë që kjo konga e rej bat gërë që ka qitë që ka shku shumë viral edhe shumë e mirë edhe me zonë i sojna. Javlen me dëgju. Javlen plotësisht me dëgju. Ashtë, Luli, falemderit shumë kënaci që u takum. Falemderit edhe për juve, kaloni mirë respekt. Respekt, kaloni.